Departamenti Amerikan I Shtetit ka pezulluar procesin e marrjes së vizave të emigrimit për të gjithë qytetarët shqiptar. Në bazë të një udhëzimi të dash, zyrtarët konsullor do të refuzojnë vizat sipas ligjit ekzistues, ndërsa departamenti do të bëjë të mundur rivlerësimin e procedurave të shqyrtimit dhe verifikimit. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, qytetarët shqiptar janë cilësuar si qytetarë të cilët potencialisht pas pajisjes me vizë mund të kthehen në një bar publike për Washingtonin zyrtar. Pezullimi do të fillojë me 21 janar dhe do të vazhdojë për një kohë të pacaktuar derisa departamenti të kryejë një rivlerësim të plotë të përpunimit të vizave. Pezullimi I vizave të emigrimit ka ardhur pasi Shqipëria përfshihet tek vendet ku shtetasit e tyre konsiderohen të prirur të mbështeten në përfitimet publike, duke përfshirë kujdesin shëndetësor, moshën, aftësinë e anglishtes dhe financat. Përjashtimet nga ky pezullim do të jenë shumë të kufizuara dhe do të lejohen vetëm pasi një aplikant të ketë kaluar konsideratat e barës publike. Gjithashtu, brenda 75 vendeve të cilave ju janë pezulluar vizat, ndodhet edhe Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali I Zi.